pala tjetër t'jap mendimin e vetë mbi propozimin. Ju merrni propozimin, e konsideroni sikur është urdhër ndaj kryetarit të kuvendit, e hidhni në votim pa dëgjuar nëse ky propozim është apo jo në përputhje me rregulloren. E para, nuk kemi nevojë të lexojmë letra bakalli që na vijnë nga Tauland Balla. Kemi lexuar mjaftueshëm përgjimet SKY-CC-s dhe na mjaftojnë ata për të kuptuar cilësinë e letrave që dëshiron të na serviri Tauland Balla. E dyta, rregulloria të detyron një procedurë të caktuar, pasi flitet 10 minuta pro dhe 10 minuta kundër mocionit, kalohet në votim për mocionin. Ai mund ngrihet siç u ngrit herës, thotë s'ka debat, do votojmë. Sot mund thotë s'do votojmë fare. Nesër mund ngrihet dhe thotë mbyllim parlamentin. Po kjo nuk do të thotë që kuvendi të kthehet në listë dëshirash të Tauland Ballës. Ju a thash edhe dje në konferencë kryetarësh, ose luani rolin e kryetarit të kuvendit, ose lëshoni karrigen, jepjani zotris t'i ketë edhe funksionin e kryetarit grupit, edhe ato të kryetarit kuvendit, sepse ju nuk mund t'a çoni autoritetin tuaj si numri 2 i shtetit në këmbët e Tauland Ballës. Faleminderit. Shumë faleminderit për sugjerimin. Kërkesa propozimi bazohet në nenin 49.1 të rregullores, nuk po hiqet nga rendi i ditës, nuk po hiqet nga votimi, do të votohet në fund. Asnjë gjë më shumë se kaq. Zoti Fatmir Mediu ka kërkuar fjalën procedurë. Ju lutem përmbajuni procedurës, dhe meqense jemi te kjo pikë, unë nuk dua të flas më për këtë çështje sepse s'kam drejt të marr mikrofonin më shumë se sa deputetët e tjerë. Do t'ju lutesh aq të respektojmë procedurën kur e marrim fjalën procedurë, sepse dua të respektohet natyrisht jo unë, por rregulloria e kërkon edhe ligji e drejta e gjithë deputetëve për të folur. Më vjen keq që ka deputet të cilët nuk kanë kontribuar për prishjen e seancave, por nga ana tjetër nuk kanë marrë dot hapësirën e tyre për të folur, pavarësisht se cilit krau i përkasin. Kështu që do t'ju lutesh atë mos e dëmtojmë dhe mos e prishim seancën, duke u kapur mbas një neni i cili është shumë i qartë. Procedura është vetëm një hapësirë 3 minutëshe për të propozuar ndryshime në rendin e ditës në procesin e votimit apo shtyrjen e seancës dhe kaq. Zoti Mediu ndjes.